Të dashur miqa, ka një figurë që bashkon më shumë shqiptarët se sa Skënderbeu dhe tani kam një shqiptar Kosove. Ne nuk I ndajmë shqiptarët, po jeton në Kosovë, zoti Shaban Gollopeni. Zoti Shaban, si ndjehesh këtu në mes të Amerikës, por në mes të shqiptarëve? Është një ndjesi e veçantë, them vërtetën. Nuk është hera parë që merrem ose që jem në aktivitetet e organizuar nga shqiptarët, por sot është një event diçka më ndryshe se herave tjera, sepse kemi një art modern sjellur në trevat shqiptare në Detroit, Michiganit, ku përveç aktiviteteve që jemi mësuar të kemi festave të ndryshme, pasi që unë jam që 9 vite dhe jam mësuar të shoh gjitha aktivitetet kulturore që mban këtu festat për ndër të festave që mban Amerikë të shqiptarëve, gjithashtu edhe festat të kombëtare. Kjo ishte diçka më ndryshe, domthonë një akademi, një risi që shpresoj që do të sjell evente tjera, edhe gjithë ata shqiptarë domthonë që sot janë kyçur në akademi, janë kyçur në institucionet, janë kyçur në ose kanë mrri në shkollimin e tyre në kolegjet e tyre, ta gjejnë veten edhe përmes këtyre eventeve që t'i organizojnë shqiptarët dhe bashkëdhetarët tanë. Është vërtet se ky event është I tipit të veçantë, kulturor, edhe I thelluar në elemente artistike që shpeshherë në diasporë na pëlqen Tupani, si thon shkodranët, edhe Çiftelia, por kjo është ndryshe. Pavarësisht asaj është shpirti I shqiptarit, sepse është edhe figura e Skënderbeut në këtë mes. Pikërisht këtë e bisedon me miqtë domon nga gjitha trojet, po flas nga gjitha trojet, domon të pranishëm, edhe pse nuk e kam besuar që do të jetë një ngjarje domon me kaq numër të madh njerëzve. Edhe e bisedonem domon sepse diçka ishte më ndryshe. Unë e falenderova edhe organizatorin, gjithashtu bisedova edhe me fotografin, domon me protagonistin e këtij eventi, edhe në fakt nuk e kam prit domon diçka të tillë, edhe vet jam I befasuar domon çka sot ka ofruar domon komuniteti jon këtu për bashkëkombëtar. Vlera të vërteta artistike dhe vlera të vërteta intelektuale, dhe kjo është e rëndësishme që shqiptarët nuk e duan atë dheun vetëm me folklor, por e duan edhe me zemër, e duan dhe me art, besoj. Pikrisht, kjo mboni pagës muni shumë ma emocional, pagës ma I lehtësuar, pagës ma I vlerësuar, sepse gjitha aktivitetet deri më sot që kemi pas e kanë pas një frymë ma tepër të folklorizmit, mos them nështë edhe fake. Do me thënë, jo të vërteta. Jo të vërteta, pagës pikturume. Kjo ishte diçka domon shumë natyrale, domon shumë diçka që I ka munguar domon komunitetit tonë, dhe besoj që si hap I parë që është, do të jetë shumë e lehtë domon edhe në organizimin të aktivitetet që besoj që do t'i edhe vetë do të jem pjesë atyre që t'i promovoj, t'i sjellin domon komunitetit shqiptar në Amerikë që I ka munguar domon. Tash jam pagës për te pritshmërive çfarë kanë bën sot pa djem në organizimin e këtij eventi. Për te anës sociale, për te bashkëpunimit artistik, vjen sot edhe si bashkëshortja e artistit e ekspozitës. Çfarë ndjesie të ngjall ty e gjithë ky eveniment edhe e gjithë kjo ekspozitë që ne e shohim atje sot? Të falenderoj. Së pari jam bashkëshortja në radhë të dytë. Në fillim jam
kuratore dhe jam kujdesur pjesërisht për post-produksionin e këtij programi edhe gjithë kësaj ekspozite që në fund fare finalizohet me atë libër. E vështirë të punosh me Vlasovin, por që besoj se ja kemi dalë. Unë ju ftoj të gjithë ta shihni dhe besoj që do ta shijoni të gjithën këtë. E parë nga një syn ndryshe, jo si publik, por si pjesë e brendësisë së të kësaj pune kolosale artistike. Cila është ai detaj që ty të ngjall emocion shumë të fortë kur e shikon, së brendshme dhe pastaj së jashtme. Çfarë mendon që do ngjall kuriozitetin e shikuesit e personave që janë këtu në ekspozitë? Së pari duke nisur nga emri. Vetë emri është ajo çfarë përfaqëson atë trashëgimin ton. Epos do të thotë një tërësi fjalësh historisht, të cilat është trashëguar përmes fjalës dhe narracionit. Gojë më gojë, thënë ndryshe. Ndërsa Vlasovi e sjell ato përmes fotografisë dhe lë një gjurmë shumë të thellë për të mos u harruar asnjëherë. Pastaj subjekti është i papar. Të flasësh për Skënderbeun, heroin ton kombëtar është vetvetiu të fut brenda asaj revoltës tënde të brendshme që çfarë mund të bëjë më mirë se kaq. Pse zgjodhet pikërisht publikun e diasporës së Amerikës për ta shfaqur këtë ekspozitë? Besoj se ndjen më shumë se ne jemi aty afër, kemi njëri tjetrin, ata ndihen pak larg nesh, po absolutisht kanë një dashuri shumë më të madhe se ne. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishmja, përveç një kuratore për këtë ekspozitë, siç e tham, e para e dytë je dhe bashkëshortja e artistit. Sa ke ndikuar ti në atë muzën e tij të frymëzimit? Pyetje shumë e bukur. Unë jam kritike gjithë kohës. Pra unë nuk kënaqem asnjëherë edhe Vlasovi më ka mak në një farë forme, sepse gjithmonë i them jo shiko këtë, pra për mua nuk është kurrë mjaftueshëm. Edhe mendoj që dhe Vlasovi ndjek mirë atë që duhet të bëj, edhe ai ka të njëjtën qasje me mua. Frymëzimi është pak individual, unë e kuptoj në mënyrë më poetike, ai është më jashtë kësaj gjës edhe e sheh thjesht në një kontrast bardhëzi ngjyrash. E zeza brenda ka të gjitha ngjyrat, kështu që prandaj do të thoya brenda të gjitha ngjyrave. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi kur artisti vlerëson artisti. Ne pam zotin Gjela, një piktor i mirënjohur në komunitet, një hartuese një dokumentari për Skënderbeun që vjen sot për të vlerësuar një aspekt tjetër, një skulpturë të Skënderbeut, por natyrisht edhe një libër i quajtur Epos nga zoti Vlasov Sulaj, i cili sjell me artin e fotografisë punën artistike të procesit krijues. Ju jeni piktor, ju e kuptoni edhe artin e skulpturës në kuptimin e procesit krijues dhe kjo më duket se është një vepër e veçantë që sjell karakteristika e vlera të veçanta. Sipas jush, cilat çdo gjë të pëlqen më shumë nga kjo ekspozitë pe? I'm very happy and proud to have the exhibition of his artwork, especially in cooperation with the works of Ardian Pepa and the sculptor who created the largest statue of Skënderbeu equestrian in the world in Tus. And it's a great collaboration of art. It's the idea of two artists working together to tell a story. And the story is the creation of the Vepa, the works of an artist. And the subject of the matter is Skënderbeu himself, Gjergj Kastrioti, which is an Albanian colossus in our culture, where it inspires everyone, writers, poets, artists, painters such as myself, and sculptors and photographers. And I'm very impressed with the work of Sulaj, because if you look at it, he's a young man, and he has great talent, and I'm very eager to see what he does for the future. Like I tell people, there are no shortcuts to creating something, because you could see it. And so, yes, 6 months, and some artists spend years on their work, but it's a great collaboration. And I'm very happy to see them both. It's very rare you get to meet the artists. And being an artist myself, I understand their soul. I know where they're coming from. And so I have great respect for them. And I do know our people respect that. Albanian people are very talented. It's strange that once we have freedom and liberty and economic
strength that we flourish as artists. And we're such a small population, but we probably go to Tehran and look at the sculptures and look at the museums and look at the architecture. We express our creativity in so many ways. How many times I run into older Albanians and they say, I got a child and he's great. He wants to paint and he wants to draw. And that inspires me because I go, encourage it. But don't go in as a career. It's not, you can't make much money out of it. Ekspozita e Epos vjen sot në Michigan për të gjithë publikun e diasporës këtu në Amerikë. Çfarë impresioni ju jep kjo dhe edhe tematika që është trajtuar në këtë vepër artistike? Është një ngjarje e rrallë në jetën e komunitetit shqiptar këtu në Detroit. Është në Bashkurat e Amerikës. Nuk kam parë deri tani për 27 vjet një të tillë. Kjo është e organizuar nga shoqata Jehona Malësisë, e cila për mendimin tim është një lehone të res në jetën kulturore dhe në aktivitetet ndryshme që zhvillohen këtu. Duhet të them se kjo ekspozit është nga mënyra e organizimit, pasi do të marrëm edhe një informacion më tepër kur të tjetë aktivitetet, kur dalin njerëzit të flasin. Për mendimin tim është ekselente. Është një ngjarje e cila paraqitet në ato sallonet e bukura që si jemi mësuar deri tani më parë, është edhe diçka tjetër. Nuk është një organizim fërlik. Që ne jemi mësuar të organizojmë aktivitetet me pjata, me mishra, me tingëllime pirujsh, e lugsh, e birrash, por kjo e ka mbyt atmosferën e kulturës edhe në përgjithësi, domethënë nuk ka një zgjim deri tani. Edhe mendoj se është një zgjim i ri. Edhe është një shembull, është një leksion i jashtëzakonshëm që i jepet komunitetit, por është edhe një frym që shprese që njerëzit duhet të mendojnë se në një të ardhmen shpejt ka me qenë ndryshe. Shpresoj që të tilla aktivitete të bëhen më shumë. Duhet të them këtë që në vlerën njerëzore, respekti për njëri tjetrin, respekti për kulturën, respekti për gjuhën, respekti për dijen, është më esencialja, gjëja më e bukur në këtë jetë. Nuk e di nëse do zbulohet apo nuk do zbulohet, por shumë mendoj. Si një njohës i thellë i artit, edhe atmosfera që kemi ne këtu sot është delikate, është elegante, dhe është enkas për një ekspozit. Çfarë ndjesie ju jep ju personalisht kjo? Shiko, unë mendoj që është në këtë aktivitet është dija e komunitetit. Është një ngjarje fluide, është një flat pranvere, një flat patriotizmi, një flat kulture, që shpaloset sonte në këtë hallin e sallës e Universitetit Michiganit këtu në 19 mile, 20 mile në Hayes. Por kjo aktivitet e meriton të organizohet në një sallë tillë kur kanë studiuar qindra student, qindra shqiptarë që kanë marru fakultete këtu. Kjo është mendoj që është edhe një lidhje, është një pikë saldimi që lidhet me kulturën kombëtare. Është një ndjesi shumë e bukur, me thënë drejtën. Ne do ta përjetojmë fije pak më tepër, por unë falenderoj që kamera televizionit tuaj është e fokusuar në këtë element. Domethënë nuk e përjashton se shiko, masiviteti, e kupton, ajo ombrella e populiste, si thoshe ka mbyt jetën e komunitetit. Edhe i kjo ngjarje po del pak në dritën e diellit me sy të mirë kulturën kombëtare. Në shumë nga aktivitetet dhe komunitetit shqiptar këtu në Michigan, unë ju kam parë që angazhoni shumë edhe djalin tuaj. Kur shikon djalin tuaj që është pjesë e komunitetit, është pjesë e këtyre eventeve, çfarë ndjesie ju zgjon ju? Çfarë përgjegjësie ju zgjon gjithashtu? Desha them diçka që Mario është një djalë i cili ka marru, domethënë po marron edhe një klasë ka për art communication, për fotografie, për studio, por ditë 10 ka shkuar në Shqipëri dhe ka bler një kostum kombëtar.
Por që ditë ma kishte ble dhe mu, edhe më thot mu, ta kam ble bab një kostum kombëtar. I thash, po mu që më duhet? Tha, shiko, a nuk je patriot? I thash, unë jam patriot. Pra do ta veshim atë kostum kombëtar. Ai është shumë, mendoj që edhe njerëz të tillë të rinj edhe duhet mi promovu pak, e kupton? Edhe besoj që edhe fotografit që i ka bë aktiviteteve, ku ishte dhe ju që e drejtuat për zotin Ekrem Bardha, një ekzemplar i padiskutueshëm i jetës komunitetit, i patriotizmit dhe i lidhjes së komunitetit me qeshjet kombëtare dhe me shpinën e bardhë. Se ne nuk do të mbesim në atë vezoren tonë. Do të dalim se ne jetojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kupton, edhe duhet mi largu disa pregjykime. Se amerikanët nuk thonë nga je kur ti performon diçka. Kupton, edhe shqiptarët nuk do të thonë nëse ne kemi në pjesën tonë, në grupet tona, kemi familje që janë amerikane, por që kanë origjinë shqiptare të vjetër. Dhe ata duhet t'i afrojmë se sa më shumë të kemi nga ato element, aq më mirë të në dritë kultura kombëtare.